Pikturat e ti janë? Po, këto janë pikturat e Rexhës, sidomos këto dyja ishin nga vizita ime fundit pata me familjen të Rexha, edhe i mora, se më kërkua që të kam diçka me vetë të Rexhës, këto dyja i mora dhe këtë kemi nderin që ta adhurojmë dhe ta mbani në emision në opinion. Shumë falemderit. Flamuri kombëtar dhe logo e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Pas ka bërë edhe lahutën. Kjo është qiftelia. Qiftelia. Kjo është qiftelia, bën edhe lahutën shumë instrumente tjera. Hapi dhe ekspozit, apo jo? Po, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, këtë qiftelin, disa instrumente tjera i bën pa pas një shembull përpara, se i do shumë, se është edhe muzikant, përveç se që shkruan poezi, tekste, këngësh, a i tashmë edhe po pikturon, po e kalon kohën shumë mirë aty, me gjitha pikturat vizatime në akvarele, në pëlhur, po e kalon kohën, po thuj se këto 5 vite fatkeqësisht që është atje, a i e ktheu në favorin e ti që sepse po ka kohë më tepër që të merret me shkrime edhe me piktura, që të kemi një bagazh sa më të madh. Sa më po po me poezi merret më? Po edhe me poezi. Ka edhe shkrime të ndryshme, kujtime, shkruan, është në përgatitje të librave të tij që sapo të kthehet, unë besoj që ka me qenë ndër bestsellerit. Faleminderit Recep Selimi. Takzoni. Direkt është e ardhur nga burgu i Hagës. Ndërkohë, nuk e rash rastësisht në fund, po doja ta bashkoja me diçka tjetër. Arben Anamali, i cili sot përfaqësohet këtu nga bashkëshortja, unë do doja të të falenderoj për çmimin e vitit 2025, e disa e rëndë është, e disa e vështirë është për fëmijët dhe për ju vetë. Si e more vesh lajmin? Faktikisht lajmi ka qenë i vështirë më marrë vesh, sepse tash momentit e fundit që kam folur me te ka qenë rreth orës 3. Edhe më tha që po nisem me turistët sepse komunikoshim gjatë gjithë kohës bashkë, që gotë kur delte xhiro, kur u kthejta. Thash dakor ton po bie pa pushej pak se një shkudran që bie me pushoj pak ndrejkë dhe më zgjet telefonata e mikut ti që delçin bashkë me anija, më tha Beni nuk është mirë, nuk po arrim me gjetë. Menova se po bojnë shaka, se shpesh lute bote shaka me mua dhe me miqtë e tij dhe se besova faktikisht. Kur e pash nga zona e tij që ishte shumë i shqetësuar, edhe më tha po të nisim një makinë marrë me të prunë në Shirok. Më lani mua dhe te. Edhe në momentin që u bona gati, po prit që makinën e marrë, shaf telefonin që më kishin shkruar kushërit, shoqet, si jad, si jenja, nësi ti do shqetësova. Hapa rrjetet sociale, fatkeqësisht e mora vesh për atë lajmin që është. Kur hape rrjetet sociale? Rrjetet sociale lajmi kishte dalë. Ai arriti gjithsesi ti shpëtonte 2 turistët izraelitë apo jo? Po. Si ndodhi? Ai dinte not mirë, ai ishte i rritur me liçenin. Ai është rritur me liçenin sepse edhe baba i Arbenit bashortit tim ka qenë kapitan i rinjët për 42 vite në liçenin e shkollës, në liçenin e Shiroks. Edhe ashtë rritë në liqe, si me not, si me anije, me motorbarka, me motora, me çdo gjë. Ka kënë shumë notari mirë, ka kënë një zotin punën e ti, edhe shumë e vështirë për një me besu se si ka në ullë. Dëgjova që qeveria e shpallit dëshmorët atë dheut, apo jo? Po. Për gjestin e ti. Fëmijët e kaluan tani si dramë? Fëmijët janë moshë adoleshenta, vajza është 15 vjeçë, djali 17. Është pak e vështirë për ta për momentin, po më të vështirë kanë me pas e gjatë. Ky është momenti me djalin, a? Po, me djalin. Po? Sepse edhe një deshim shpesh xhiro me të në Shirok edhe kuda se ka punu në shumë vende. Në Shirok është punësu me 1 maj vitit 2024 në bashkinë e Shkodrës dhe kishte shumë pak, një vit e pak kishte punë edhe këto. Praktikisht, cila është ëndra e fëmijëve? Mundar, çfarë duan të bëhen? Janë fiks në moshën që duhet zgjedhin diçka në jetë. Normalisht të vazhdojnë shkollën, për momentin edhe... Po, edhe kjo është pjesa e fotos me gjithë familjen. Unë kam një dhuratë speciale për djalin, e kam për gjithë, po do doja që ti t'ia çoje djalit, që ta ketë si një lloj shenje mirënjohje nga ne për babain e ti, po të falenderoj shumë që e këtu edhe njerë tash ngushëllimet tona.
Unë e lash Arbena Namalin për në fund, sepse bashkë me të, do doja që t'i shpreja mirënjohjen time dhe absolutisht edhe respektin që kam pasur për vite me radhë, po sidomos tani, që nuk janë më 3 pjesëmarrësve të rregullt të emisionit Opinon. Fatos Nanos, ish kryeministër i Shqipërisë, disa herë kryeministër i Shqipërisë, kryetari i Partisë Socialiste, Artan Lames, një miku tim personal, një prej koleksionistëve njohës më të jashtëzakonshëm të historisë Shqipërisë dhe njëkohësisht një personazh i njohur edhe i administratës, një zyrtar perfekt i administratës shqiptare, dhe Artur Zhej, një gazetar dhe analisti jashtëzakonshëm, të cilët për 29 vitet emisionet Opinion, ky është viti 29, ka qenë prezent. Ne kemi një material të shkurtër homazh për të tre ata, për t'ju thënë që sot na mungojnë edhe më shumë, sidomos sot, kur fjala është përbërë, kur njerëz pa personalitet, pa formim, pa gjë, kanë kapur nga një karrige dhe dalin flasin aty këtu, ku shef politikën në parlament dhe kap kokën me dorë, sa më shumë ngjarje të tilla shef, aq më shumë ndjej se sa na mungojnë personazhe si këta. Të lutem klipin.